Përshëndetje të gjithëve, po fillojmë lajmet orës 15 në televizionin publik të Kosovës. General Majori Turk Oskan Ulutash nga sot ka marrë sërish drejtimin e trupave paçruajtëse të KFOR-it në Kosovë. Detyrën ja dorëzoi General Majori i Ushtrisë Italiane Enrico Barduani gjatë ceremonisë së ndërimit të komandës në shtabin e KFOR-it në Prishtinë. Gjatë ceremonisë u theksua ndikimi i këtyre forcave ndër vite për sigurinë e vendit dhe aspirata e Kosovës për antarësim në NATO. KFOR-i ka shërbyer shumë mirë për Kosovën dhe është i gatshëm për çdo sfidë të sigurisë që mund të lindë. Po ashtu dua të falenderoj KFOR-in për respektimin dhe mbështetjen e dhënë ndaj partnerëve dhe komunitetet që shërben. Si pjesë e KFOR-it, prioritetet e mia gjatë këtij misioni kanë qenë gjithmonë të siguroj një mjedes të sigurt dhe të qëndrueshëm dhe të mbrojë sigurinë të gjitha komuniteteve në Kosovë. Në një kohë kur kërcënimet ndaj paqes po shumë feshohen, Aleanca është më e fortë kur qëndron me partnerë që vërtet e kanë dëshmuar për kushtimin e tyre. Kosova e ka bërë këtë vazhdimisht nëpërmjet qëndrueshmërisë, reformave dhe vendosmërisë së popullit tonë, dhe ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë për krah aleatëve tanë, sepse vetëm së bashku mund të sigurojmë që paqja e fituar me mund sot të bëhet paqja e qëndrueshme nesër. I once again had the opportunity to thank my fellow. And it attests to the ironclad commitment. Ende ka shqetësime për qëndrueshmërinë e sigurisë për shkak të disa çështjeve të pazgjedhura dhe pikërisht për këtë arsye roli i KFOR-it mbetet kritik, si dhe thelbësor për të parë si pjesë integrale e angazhimeve të vazhdueshme të bashkisë më të gjerë ndërkombëtare. NATO vazhdon ta mbështesë plotësisht dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe KFOR-i po luan rolin e vet në këtë drejtim. Director of Operations at Allied. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Ballkanin Perëndimor nga 13 tetori do ta vizitoj presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Qëndrimi i saj në Prishtinë është paraparë për datën 15 tetor, bëhet e ditur nga burime jo zyrtare të këtij institucioni. Planet e saj për të vizituar Ballkanin kanë bërë që të shtyhet publikimi i raportit vjetor të Komisionit Evropian, i cili zakonisht publikohet në tetor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të vizitojë rajonin e Ballkanit Perëndimor në mes të muajit tetor, bëhet e ditur nga burime jo zyrtare të këtij institucioni. Ajo do të nisë vizitën më 13 tetor, ku do të takohet me udhëheqësit e secilit nga 6 shtetet e rajonit. Qëndrimi i saj në Prishtinë është paraparë për datën 15 tetor. Pritet që shefja e Komisionit Evropian të takohet si me presidenten e vendit Vjosa Osmani, ashtu edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin. Vizita e von der Leyen në rajon do të shërbejë gjithashtu si një rast për të rikonfirmuar perspektivën evropiane për gjithë Ballkanin Perëndimor. Planet e saj për të vizituar kryeqytetet e shteteve të rajonit kanë bërë që të shtyhet publikimi i raportit vjetor të Komisionit Evropian, i cili zakonisht zbardhet në muajin tetor. Publikimi i këtij dokumenti tani është shtyrë për fillim të nëntorit. Kjo lëvizje duket se synon që vizita të prezantohet si një sukses, edhe pse raportet vjetore, sipas të gjitha gjasave, nuk do të përmbajnë shumë vlerësime pozitive. Përveç Shqipërisë dhe deri diku Malit të Zi që po avansojnë në negociatat të antarësimit, vendet tjera në rajon nuk kanë lëvizur në procesin e integrimeve, e madje në disa shtete është shënuar zbrapsje. Raporti për Kosovën pritet të dominohet nga ngërçi institucional në vend, ai i Serbisë nga kriza e brendshme dhe protestat që po zhvillohen për gati një vit, ndërsa në Bosnjë Hercegovinë situata konsiderohet krizë shtetërore. Nga ana tjetër, Maqedonia e Veriut mbetet e bllokuar në integrime për shkak të vetos bullgare. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka dalë në mbështetje të protestës së radhës kundër padrejësive të gjykatës speciale, e cila do të mbahet më 17 tetor në sheshin Skënderbeu në Tiranë. Ai ka porositur që kjo protestë le të jetë thirrje e gjithë shqiptarëve për të mbrojtur historinë, dinjitetin dhe luftën për liri. Nga Tirana në Prishtinë, nga Shkupi në Ulqin, nga Presheva deri në diasporë, një zë, një qëndrim, një kauz, drejtësi për çlirimtarët tanë,
ka shkruar Krasniqi në Facebook. Fletvotimet për zgjedhjet lokale të 12 tetorit kanë arritur në Kosovë derisa gjatë javës së ardhshme ato do të shpërndahen në qendrat komunale të numërimit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka konfirmuar për RTK Live se për kryetar komunash e për kuvendet komunale janë shtypur gjithsej mbi 3.600.000 fletvotime dhe se shtypja e tyre është bërë në Sloveni në mbikëqyrjen e antarëve dhe sekretariatit të KQZ-s. Elezi po ashtu ka theksuar se bashkë me fletvotimet janë shtypur edhe broshurat e kandidatëve të zgjedhjeve, të cilat do të shpërndahen në vendvotime në ditën e zgjedhjeve. Ministri në detyri financave Hekuran Murati ka deklaruar se qarkullimi i bizneseve deri në fund të muajit gusht të këtij viti ka shënuar 15.2 miliardë euro apo 10.6% më shumë se sa periudha e njëjtë e vitit e kaluar. Ai ka shkruar në Facebook se dinamik të ngjashme ka pasur edhe fitimi neto i bizneseve, i cili bazuar në deklarimet e tatimit në fitim të korporatave delse ka shënuar rritje prej 9.45% krahasuar me vitin e kaluar. Ndërkohë, ndërmarrja publike e Termokos ka paralajmëruar se për shkak të përkeqësimit të motit gjatë ditëve të ardhshme do të nisë furnizimin e jashtëzakonshëm me ngroje për të gjithë konsumatorët. Në njoftimin e Termokosit theksohet se tashmë janë finalizuar përgatitjet për fillimin e furnizimit me ngroje nëpërmes ngrohtorës së QKUK-s për nevojat e klinikave. Ulja drastike e temperaturave dhe rreshja e hershme e borës në bujqësi në Kosovë shkakton pasoja të shumë fishta në bujqësi, thot Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Megjithatë, ai shpjegon se rreshjet e borës në këtë kohë ndikon në mënyrë pozitive sa u përket të mbjellurave me grur, elb e thekë. Rreshjet e borës në fillim të tetorit si fenomeni pazakont klimatologjik për rajonin e Kosovës përbëjnë një ngjarje me pasoja në bujqësi, thot Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Ndërhyrja e hershme e faktorëve dimëror në periudhën tranzitore të vjeshtës, kur aktivitetet bujqësore janë ende intensive, ndikon drejt për drejt në rendimentin dhe cilësinë e prodhimit si në perimtarin dhe perimkulturën. Por si pas ti rreshtet e borës kanë edhe aspektin pozitiv, pasi lidhen me përgatitjen e tokave për mbjelljen e grurit, elbit e thekrës. Aliu thot se në Kosovë në fillim të tetorit ende nuk janë vjelur plotësisht shumë varietete frutash si moll, dardh, kumbull dhe rënja e borës, mbi kurorat e ngarkuara me fruta dhe gjethe rrit rrezikun e thyrjes së degëve për shkak të peshës së akumuluar, po ashtu shkakton dëmtimin e frutave në cilësi. Ai thot se rreshtet e borës në fillim të tetorit në Kosovë paraqesin një fenomen me dy anë. Një, kërcënimin serioz për perimtarin dhe perimkulturën, por njëkohësisht edhe një faktor lehtësues për mbjelljen e grurit. Nëse menaxhimi agronomik nuk përshtatet me këto ndryshime klimatike, humbjet në kulturat shumëvjeçare dhe njëvjeçare mund të janë të konsiderueshme, ka deklaruar Aliu. Është rrëzuar një listë në rrugën Xhemail Prishtina pranë objektit të RTK-s në kryeqytet. Në vendngjarje kanë dalë menjëherë ekipet e policisë dhe zjarfikësve, të cilat janë marrë me rastin për shkak të rrëzimit të listit. Për disa orë është ndërprerje edhe furnizimi me energji elektrike në këtë rrugë. Ky është rasti i dytë i ngjashëm që ndodh brenda pak javësh në kryeqytet. Si transmetues publik, RTK edhe këtë herë po e dëshmon rolin e vet si medium i besueshëm, transparent dhe i panshëm. Më 11 tetor 2025 në RTK janë ftuar të gjithë kandidatët për kryetar të Prishtinës në një debat të hapur dhe gjithëpërfshirës. Ky debat është një mundësi e rëndësishme për qytetarët që të dëgjojnë drejt për drejt vizionet dhe programet e secilit kandidat. RTK fton të gjithë kandidatët e sidomos ata që ende nuk e kanë konfirmuar ardhjen të përgjigjen pozitivisht ftesës sonë dhe të jenë pjesë e këtij ballafaqimi vendimtar një ditë para zgjedhjeve të 12 tetorit. Debati RTK-s është mundësia më e mirë dhe hapësira më e besueshme mediale për shpalosjen e programeve të kandidatëve që synojnë të qeverisin kryeqytetin për 4 vitet të ardhshme. Radio Televizioni Kosovës shpreh ndinjatën dhe shqetësimin lidhur me shkeljen flagrante të drejtave televizive për ndeshjen Kups Drita e zhvilluar të njëjtën mbrëmë. RTK ka të drejtë ekskluzive për territorin e Kosovës të transmetimit të ndeshjeve në 3
garat elitare të UEFA-s në këtë mes edhe të Ligës së Konferencës. Me këtë rast, gjatë transmetimit të drejt për drejt të ndeshjes në fjalë, operatori kujtesa nuk e ka ndërprerë sinjalin ndërkombëtar, duke lejuar shpërndarjen ilegale të ndeshjes dhe duke cënuar në mënyrë të drejt për drejt të drejtën ekskluzive të RTK-s. Radio Televizioni Kosovës shpreh indignatën dhe shqetësimin e saj lidhur me shkeljen flagrante të drejtave televizive për ndeshjen Kupës Drita zhvilluar të enjtën brëma. RTK-ja ka të drejtat ekskluzive për teritorin e Kosovës të transmetimit të ndeshjeve në 3 garat elitare të UEFA-s e në këtë mes edhe të Ligës së Konferencës. Me këtë rast, gjatë transmetimit të drejt për drejt të ndeshjes në fjalë, operatori kujtesa nuk e ka ndërprerë sinjalin ndërkombëtar duke lejuar shpërndarjen ilegale të ndeshjes dhe duke cënuar në mënyrë të drejt për drejt të drejtën ekskluzive të RTK-s. RTK si transmetues publik dhe si mbajtës ekskluziv i pakos A të drejtave për transmetimin e ndeshjeve të garave të UEFA-s në Kosovë deklaron se ky veprim paraqet shkelje të rënd të ligjit dhe të drejtat e autorit dhe të drejtave të përafërta, shkelje të rregullave të qarta të UEFA-s dhe marrëveshjeve kontraktuale si dhe dëm serioz financiar dhe reputacional për RTK-n si institucion. Në këtë kontekst, Radio Televizioni Kosovës kërkon nga Këshilli i Pavarur i Mediave që të ndërmarrë masa ndëshkuese ndaj operatorëve në fjalë. Ndryshe, Radio Televizioni Kosovës nuk do të tolerojë asnjë shkelje të drejtave të saj ekskluzive dhe pret veprim të menjëhershëm nga Këshilli i Pavarur i Mediave, në të kundërtën do të jetë detyruar të ndjekë rrugë tjera ligjore, kombëtare dhe ndërkombëtare. Qeveria e SBA-s rrezikon të mbetet e mbyllur edhe disa ditë pasi demokratët dhe republikanët nuk marrin marrëveshje për projekt buxhetin. Senati do të votojë sërish sot, ndërsa presioni mbi presidentin Trump dhe Kongresin po rritet. Senati i Shteteve të Bashkuara do të mblidhet sot për një votim tjetër mbi projekt buxhetin e shpenzimeve me qëllim rihapjen e qeverisë, ndërsa demokratët po refuzojnë të dorëzohen pa një marrëveshje me presidentin Donald Trump. Demokratët thonë se as kërcënimi për largime masive nga puna dhe as anulimi i projekteve federale nuk do t'i detyrojë ata të pranojnë propozimin afatshkurtër të financimit nga republikanët pa lëshime të mëdha në politikat e kujdesit shëndetësor. Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë paralajmëroi të njëjtën se numri i punonjësve që mund të pushohen për shkak të mbylljes së qeverisë mund të arrijë në mijëra. Presidenti Trump ende nuk i ka bërë publike objektivat e tij të sakta, megjithëse të njëjtën u takua me Russ Vought, kreun e zyrës për buxhet në Shtëpinë e Bardhë, për të diskutuar planin. Udhëheqësi i pakicës në dhomën e përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, e kritikoi ashpër presidentin dhe ekipin e tij për atë që e quajti përpjekje hakmarrëse kundër demokratëve, por theksoi se partia e tij nuk do të lëshojë pe. Jeffries shtoi se as ai dhe as udhëheqësi i pakicës në Senat, Chuck Schumer, nuk kanë marrë thirrje nga presidenti apo liderët republikan që prej takimit të zhvilluar të hënën në Shtëpinë e Bardhë. Megjithëse, qeveria do të mbetet e mbyllur të paktën deri javën e ardhshme. Do që të lajmet në RTK, faleminderit që ishtë me ne, mirupafshim.